shishen me benzin e mban afër vetes për të siguruar që generatori të mos fiket. E kur atë e mbush, generatori shpesh edhe shkëmbejnë me fqinjt, që të gjithë të mund të përdorin energjinë elektrike për pak kohë. Kështu po ja dalin banorët e fshatit Revuq të Podujevës pas përballjes me reduktimet e ashpra të energjisë elektrike. Na vjen shumë keq. Jemi të bukë të gjithë fshati për me pas një tarme më të mirë, për shembull, se ja do të më lëshu fshatin të gjithë. Që tash për vitri, për shembull, gjatë vitit të ri të festave, s'kena pas hiç në fazë ka pas, edhe ajo fazë për shembull si ka plotsu. Veç do kemi shku po di me dalë ose dikun, as kena mujt me fol me mërgjimtaras, me pa programe televizive. E kërkesat e tyre po hasin në vesh të shordhër. Na jena me që shumë gjendje të rëndë. Kërkesa ju nuk ka qenë për shembull mi pas një trafë, që për shembull ky fshat jon më kyç komplet, që me pas rrymën 220 që është normal gjitha vendet. Po nai, sikur që 10 herë jem të thirr për shembull, na thënë kryhet puna. Kërkush nuk vjen më ndreq. Na jena met, tash pa rrymë apet ashtu, sen asnjë pajisje elektrike nuk sillet. Me probleme të po të njëjtës natyrë, po përballet edhe fshati Balloc i kësaj komune, tash e thuajse 2 javë. Kecin kemi pas domthon që vetë për çdo ditë kemi pas domthon ankesat e ta, asnjëherë nuk na ka dhënë një përgjigje detajuar të saktë. As më na thonë që ka mbi kërkesë apo thjesht na kanë thonë që nuk po e përballojnë kabllat. Por Kec e mohon të mos ketë intervenuar, e madje edhe mungesën aktuale të rrymës. Si pasojë ngarkesës së lartë në këto fshatra, ka pasur djegje të sigurisave të tensionit të ulët dhe reagim të ndërprerësit në këtë tension. Ekipet tona çdo herë kanë intervenuar duke rregulluar prishjet që janë shkaktuar. Reduktim apo kufizim të furnizimit me energji elektrike nuk ka pasur. Në ndërkohë, me reduktimet e ashpra janë përballur edhe komuna e Malishevës, Mamushës e Prizrenit.